Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në qytetin e Fushkrujës, jo në ndonjë geto. Është pikërisht rruga që përfundojnë varrezat e Fushkrujës, ashtu siç njihet ndryshe lagja Magaze që e lidh me rrugën e Talve. Ka një shqetësim shumë të madh nga banorët për rrugën. Në fakt rruga është me këto pamje siç e shikoni këtu. Është një rrugë e cila faktikisht është totalisht amortizuar, është në bal. Shqetësimi më i madh është për një epidemi apo për një smundje që mund vi pikërisht me këto plera që shikoni. Kanë bloku të gjithë urën, pra po të shikoni aty janë hedhur divane, dyer, dritare, tapela, paleta, gjëra të tjera. Këtu janë hedhur dhe inerte. Banorët janë shqetësuar se kush janë ata njerëz që hedhin plera këtu, që vinë nga zona të tjera dhe i hedhin këtu. Rruga faktikisht në gjithë gjatësinë e saj është pikërisht në atë lloj forme. Sa smundje mund prodhohen nga këto plera, vjen një ajër shumë i ndotur dhe është domosdoshmëri që këto plera të pastrohen. Ka një shqetësim mjaft madh banorëve se si ka mundësi që e gjithë kjo lagje që është lagje e Fushkrujës, kujdes, pra nuk është fshat Fushkrujë, është lagja Magaze që lidhet me pjesën e Talve këtej nga ana tjetër, si ka mundësi që nuk shtrohet kjo rrugë. Ky është realiteti, shikoni plerat vetë se çfarë ndodh.